Ka filluar të ndërtohet një pyetje në rrjetet sociale. Në rast se një djalë më parë do zgjidhte të kishte një takim me të dashurin e tij, një takim romantik, apo nëse do i premtohej të takonte futbollistin e ëndrave, do preferonte të takonte atë të parin. Për të kuptuar se deri ku shkon dashuria e fanatikëve të futbollit, teksa do duhet të zgjedhin midis gjërave që bëjnë dhe kanë, diskutimin e ndërtojmë me dy njerëz që e dashurojnë futbollin, po me siguri do zbulojmë pak edhe për aspektin human të tyre. Kelida Zeko, gazetare e sportit, shkëlqyesi shumë që jemi bashkë në këtë studio për 26 vitesh në këtë profesion, e jashtëzakonshme. Hans Zuna, gjithashtu gazetar e sportit dhe moderator, kënaqësi që jemi së bashku. Hans, dhe ti bëre një rrugtim në? Gati një dekadë. Gati një dekadë, wow. Kështu që kemi të bëjmë me dy gjinit të ndryshme, profile të ndryshme për në sportit, po që mund të tregoni deri ku arrin marrëzia e dikuj që dashuron futbollin. Ju e dashuroni futbollin apo jo? Është arsyeja ndoshta pse ne jemi një arsye kryesore pse ne jemi gazetar të sportit. Patjetër, po më shumë se të gjitha adhurojmë, besojmë dhe dashurojmë profesionin tonë, që është gazetaria. Pastaj vjen sporti. Pastaj vjen disiplina në gazetarisë. Të dyja janë të lidhura bashkë. Hans, je tifozi Milanit. Çmenduria? Tifozi Milanit, i çmendur tifozi Milanit. Çmenduria më e madhe që ke bërë pra. Çmenduria më e madhe. Mbaj mend, kemi qenë duke shkuar në San Siro për të parë një ndeshje të kampionatit. Ishte ndeshje shumë e rëndësishme aso kohë. Kemi qenë bashkë me grupin e tifozëve të Milan Club Albanias. Dhe na është dashur të presim në radhë diku ke 4 orë për të ecur më pas dhe 3 orë të tjera në këmbë, vetëm për të shkuar, vetëm për të hyrë në stadium. Kështu që ka qenë pas shumë peripecive që kemi kaluar atë ditë, me kontrole policore. Nga Milano Centrale, dhe të zirë pasinetë në këmë. Ishte ndeshje rëndësishme dhe kështë masat forta sigurie, në moment që të shinin që flisje gjutë huaj, kontroli ishte i dyfisht. E qarë. Atje për të hyrë në stadium më pas njerëzit që i merrnin biletat tjerve nga duart, dhe më thënë ishte një situatë që ishte gati edhe të ziheshe me gjithë ata që ishte në rreth e këqarkë, vetëm për të patur mundësim për të futur brenda. Mirë, Hans, unë uroj shumë mosherë situatat të këtilla më, sepse ti edhe nga eksperienca ke mësuar, po herën tjetër në San Siro, thonë albanezët, je brenda në San Siro. Kelida, po ti, 26 vite në media, jam i sigurt, ke ndërtuar ato bindjet e tua, skuadrën tënde të preferuar, për dikë motivu më shumë, për dikë më pak, dikush ka zhgënjyer, ke ndruar skuadrën preferuar, si ka qenë ky rrugtim, përpos analizës që ti i bën në lajme që ti shkruan. Unë jam besnike e profesionit dhe e dashurisë. Dhe për këtë jam tifozja e përhershme e Milanit. Që në fillimet e mia që kam filluar të shikoj sport, kam qenë tifoze e Milanit. Në Shqipëri nuk kam një skuadër të preferuar, është ndoshta ndikuar edhe nga puna që bëj, dua të jem gjithmonë fair play, ashtu siç ka dhe programi me emrin. Dua të jem asnjënse me të gjithë, po për Milanin e kaloj ndoshta atë staturën apo atë portretin e gazetares. Më pëlqen ta shikoj edhe si tifoze, përpos asaj që duhet të raportoj. Po sa ndeshjet Milanit ke parë, ke dëshmuar live? Kam parë shumë ndeshje të Milanit. Çmenduria më e madhe është përpara shumë vitesh, në finalen e Championship Milani me Liverpoolin, 3-3 koha e rregull, 3-0 për Milanin, pastaj 3-3, pastaj me penalti fitoi Liverpoolin 2005. Ishim duke e parë me një grup miq në atë kohë, kur Milani shënoi në pjesën e parë dhe u duk që do ta fitonte këtë finale, unë po i ngacmoja shumë. Kur pjesa e dytë e ndryshoi raportet, filluan të më ngacmonin shumë. Dhe ndin si një debat aq i madh sa me një prej shokëve që atë ditë përshikonim ndeshjen, nuk flasim asot e kësaj dite për debatin që kemi bërë në ndeshje. Sa vite? Që në 2005, 20 vite përpara. Nuk flisni? Nuk flasim. Wow. Are, po jeni çmenduria më e madhe. Po jeni shkëmbyer rrugë ndonjëherë? Jo, në fakt ajo ndeshje është një nga traumat më të mëdha që kanë tifozët. Po për një ndeshje futbolli. Mbaj mend atëherë kam qenë akoma duke ndjekur shkollën edhe nuk kam shkuar një javë në shkollë, vetëm nga dëshpërimi i asaj finali e të humbur, kështu që për milanistët ka qenë. Jo, shqyr, jo, nuk jam zuri me njëri. Qenje pak kokfort. Jo, e ngacmuam shumë njëri tjetrin. Ndoshta thamë edhe gjëra që s'duhet i thashim, por të gjitha ishin të ndikuara nga pasioni që njeriu ka për sportin. Dhe nga tifozeria që ndonjëherë ta ndryshon edhe tipin, karakterin. Këto janë efekte që njeriu i bën kur dashuron vërtet diçka.
Dhe në këtë rast, kur je tifoz e sportit, janë ato shpërthimet që zakonisht ndodhin në momentin që luhet ndeshja, ose të ndikuara nga gëzimi madh apo nga trishtimi madh për shkak të një rezultati të një ndeshjeje. Dhe ka ndodhur kjo që shpesh ne edhe paragjykojmë për këtë pjesë, sepse ne jemi tifoz, po në pjesën profesionale mundohemi të jemi gjithmonë, siç tha Ankeleda, sa mas njanjës, sa më të paanshëm. Por shpesh mua më ka rastisur në situata në për komente të ndeshjeve që nëse ndeshja nuk shkon si duhet për një tifoz të caktuar, fillon edhe shkruan po ti pse je tifoz i Interit, po themi, apo me që Interi fitoi atë ndeshje. Shpesh ne paragjykohemi për këtë, edhe ndoshta sado e vështirë të duket, e jemi detyruar që për shkak të profesionit të ndajmë pak pjesën e të bërit tifoz. Po këto dy raste që ne treguam nuk kanë lidhje brenda studiove. Këto janë dy momente jashtë studiove. Ka patur një moment brenda studios ku ndoshta keni qenë live dhe skuadra e zemrës ka shënuar dhe nuk keni patur së brendshmi dëshirë për të broritur? Unë kam qenë në koment të një ndeshje mbaj mend të Milanit me Atletikon e Madridit, para 4 viteve. Dhe Milani ndëshkoi me karton kuq pa të drejtë nga arbitri. Isha në koment, normalisht nuk mund t'jepja vetin, vazhdoja komenti normalisht, po isha nxirë në fytyrë, dhe sa po kam mbaruar pjesa parë, kam shtypur butonin për dalë jashtë, dhe kam filluar pastaj të shfryhem të gjithë punonjësit që ishin aty. Të të poshaje, ta themi, se të gjithë e shajmë, kështu që njerëzore është ajo. Ishte domethënë, e kam mbajtur veten, jam djersitur në atë mënyrë saqë mezi po prisja të mbaroja. Ke qenë në koment dhe fytyra nuk shihet, vetëm dëgjohesh, dhe zëri së pas ka tradhuar. Tani, është bërë, nuk është studim i mirëfillt, është më shumë survejim, mbikëqyrje, që së fundmi duket sikur burrat po qajnë më shumë kur humbet skuadra zemrës, sesa po qajnë për dashurinë, për partnerën, për momente që ndoshta janë për të diskutuar brenda çiftit. Ju çfarë mendoni? Se edhe gjithë këto vite sigurisht keni intervistuar zoti disa tifoz, opinionistë etj. Çfarë qëndrimi keni për ta burra që ndoshta qajnë më shumë për skuadrën e zemrës sesa për gruan? Po ndoshta gruaja si ka bërë ndonjëherë për të qarë dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mund ta shojmë. Ndërsa skuadrat e futbollit përgjithsisht të japin efekte ulje ngritje tek njerëzit. Herë të lumturojnë, herë të trishtojnë. Ndërkohë që në një marrëdhënie njeriu ndihet pak më i lirshëm, pak më brenda e një personin më mirë, ka një qasje, ka një sjellje krejtësisht tjetër, por them që zakonisht meshkujt, duke qenë më shumë të dhënë mbas sportit, mbas futbollit në mënyrë të veçantë, kanë atë ndjeshmërinë ndaj skuadrave dhe këtë e reflektojnë ndoshta më hapur. Është më e vështirë që mashkulli të shfaqet për shembull agresiv ndaj partneres, bashkëshortes apo ndaj një shoqeje, sesa shfaqet kur një skuadër e mërzit apo e trishton. Dhe besoj që ky efekt vjen për këtë arsye në këndvështrimin tim. Është normale. Zakonisht sporti shihet edhe si një mënyrë që njeriu të çlirohet nga të gjitha energjitë, qofshin ato pozitive apo negative, edhe është një moment shumë pozitiv në jetën e atyre që e ndjekin sportin dhe e përjetojnë në këtë mënyrë. Nxjerrin një lloj adrenaline dhe prandaj stadiumet nuk duhet të konsiderohen ndoshta edhe si teatr, duhet të konsiderohen si një ambient ku njerëzit gëzojnë së bashku, trishtohen së bashku dhe ky lloj komuniteti që krijohet brenda ambienteve sportive është shumë i shëndetshëm në këndvështrimin tim, sepse të lejon që të japësh, të shfrysh këtë lloj adrenaline që i bën mirë njeriu në vetvete. Pastaj raporti që krijohet mes femrës dhe mashkullit, sepse ka nga ato femra që e shoqërojnë mashkullin në ambiente të tilla dhe fillojnë mësohen me këtë lloj rutine. Po flasim gjithmonë për ambientet apo për stadiumet jashtë Shqipërisë, po edhe në Shqipëri tani kanë filluar që bashkëshortët mund të marrin edhe gratë e tyre nëpër stadiume, se më përpara ka qenë tabu. Dhe kjo është një mënyrë që për t'i mësuar familjes pasionet e tua në radhë të parë, por për t'i mësuar fëmijëve, për t'i trashëguar në një farë mënyre dëshirën për një skuadër në mënyrë të veçantë dhe për të shijuar së bashku një 2 orësh të kulturuar, sepse sporti nuk është vetëm agresivitet apo një lojë, është edhe një mënyrë e shëndetshme për të kaluar kohë me familjen. Kështu që them që këto ambiente nuk janë
nuk janë një bezdi për shoqërinë, janë një gjë shumë e mirë për shoqërinë. Një komunitet shumë i shëndetshëm, me të drejtat e keni. E testojmë pak Hansin tani. Dhe i vëm përpara dy zgjedhje. Një darkë romantike në Paris me të dashurën, apo një bilet për të parë Milanin në një ndeshje të rëndësishme me Interin? Unë do të them atë që e kam bërë realisht. Çfarë ke bërë? Kam marrë dashur, kemi shkuar të dy në stadium për të parë ndeshjen. Kemi shkuar për të parë ndeshjen edhe për t'i qëndruar kësaj që tha dhe Enkeleda. E shijon e dashura një ndeshje? Ajo nuk kisha parë atëherë asnjë ndeshje në stadium, por kjo është një gjë që unë e krahasoj edhe me rastin e prindërve të mi apo të tjerë personave që nuk kanë shkuar në stadium dhe ju duket diçka utopike që pse është kaq spektakël. Dhe në momentin që kemi shkuar në stadium, ka bërtitur më shumë se unë, është kënaqur më shumë se unë, dhe që nga ai moment është bërë pjesë e kësaj gjëje. Pra pjesë e futbollit, ka dëshirën për të shkuar për të parë ndeshjen në stadium. Është tjetër kulturë. Pas një graske, legjenda thon ka një grack tjetër. E rikorrigjojmë pyetjen. Pra, darga në Paris me të dashurën apo Milan Inter pa të dashurën? Se ajo ishte shumë përgjigje diplomatike. Shumë diplomatike ajo. Shiko, jo, atë thash çfarë kam bërë realisht, por nëse do duhet zgjidhja mes këtyre të dyjave, do thoja Milan Inter, pa të dashur. Po sepse, shiko, divorc në transmetim të drejtë për drejtë. Dashura në torë? Besoj se po. Jo, po kam përshtypjen. Ka dorë të rëndë? Jo, kam përshtypjen që Parisi dhe darka në Paris pret edhe për ditë tjetër, kurse Inter Milan. Ndeshja nuk përsëritet më. Dy herë në vit luhet. Dy herë në vit, po. Sado që e dashuron futbollin edhe e përcjell ma gjë që futbolli ka tek audienca, po në familje çfarë ndodh tek ju? Do dal me çunat për të parë një ndeshje, dëgjon shpesh këtë? Jo, asnjëherë. 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 Pas ke shpëtuar. Bashkëshorti im ka luajtur futboll në rininë e tij me ekipin e të rinjve të vllaznisë, bashkëshortin e kam Shkodran, por nuk është një njerëz që ka një pasion të veçantë apo ka një skuadër të preferuar, nuk është një ndjekës i rregullt i futbollit. Dhe tani kur bëhet ky diskutim në tavolinë mes miqve, jo dëgjon thot nga një për familje. Ai e ka përfaqësuese. Ai e ka përfaqësuesen e familjes. Jo, nuk ndodh asnjëherë, madje një herë që u bë një diskutim që shokët po mblidhnin një ide për të shkuar për të takuar për të parë një ndeshje. Dhe të shkojmë të gjithë bashkë pa bashkëshortet. Tha, unë s'mund të them që do shkojmë në ndeshje pa atë. Të shkonim në opera do ta kuptoja, po në stadium. Ka kuptim. Këta e sporti ndërkohë. Në stadium nuk është justifikim. Kështu që, jo, ne kemi një raport shumë të mirë edhe flasim edhe për ndeshjet shumë bashkë, ndajmë edhe opinione për skuadrat të ndryshme apo për mënyrën se si shkojnë ndeshjet, por gjithsesi ai në mënyrë le të themi modeste, gjithmonë bën një hap mbrapa përballë meje kur bëhet fjalë për diskutime sportive. Mirë, keni intervistuar, e thash edhe pak më herët, futbollist, ish futbollist, të dashura futbollistësh, ish të dashura futbollistësh. Në ato biseda para apo pas kamrave, besoj njiheni, keni kontakt. Këto gocat kryesisht, çfarë u kanë thënë që të dashurit e tyre që janë futbollistë në profesion e duan çik më shumë fushën e gjelbër se sa ato vetë, apo nuk kemi të bëjmë me kështu historisht? Është një dashuri që është relacionuar aty, sa për fushën, sa për dashur. Unë mendoj që një vajzë, mendoj gjithmonë nga jashtë, ky lloj opinioni, por edhe nga se marrëdhënie dikur për shembull mes futbollistëve apo personave që merreshin me sport edhe që ishin famoz me gratë e tyre, unë për shembull kam bërë një cikël shumë vite përpara gratë sportistëve. Me gratë bashkëshorteve që kanë qenë shumë të njohur përpara viteve 90 dhe bëj fjalë për gratë të cilat ishin pak në moshë, jo për vajzat e sotme të cilat kanë raporte dashurie apo familjare me futbollistë të njohur. Në atë kohë ka qenë krejt ndryshe. Ata shiheshin edhe si një, jo vetëm si meshkuj të cilët ishin shumë të kërkuar dhe shumë të njohur për kohën, por shiheshin edhe si njerëz me të cilët do të krijohej një familje benestante, sepse sportistët ishin të trajtuar shumë mirë përpara viteve 90 në raport me një pjesë tjetër të popullsisë. Dhe raportet kanë qenë krejtësisht normale në atë kohë. Por me ndryshimin e vetëm që sot
vajzat që besoj që lidhen me sportist e pëlqejnë këtë gjën, që të jenë jo vetëm shoqet e jetës e një futbollisti, por të jenë dhe ato po aq në qendër të vëmendjes sa ata. Dhe shumë prej tyre besoj që shkojnë, i ndjekin dhe janë pranë tyre për të qenë edhe ato pjesë e këtij lloji marketimi që i bëhet sot futbollit, ku nuk është vetëm marketimi brenda fushës së Blert, por është edhe marketimi shkallëve. Kështu që të dyja këto janë të lidhura bashkë dhe unë nuk besoj që kjo ka ndikim. Kemi qenë dhe unë dhe Surjani në stadium, por ne nuk na nxori njëri në kamera. Jo, ne dim që në shkallët e stadiumeve jashtë vendit janë kamera të posaçme, të cilat janë I kanë mëstuar ku janë kamerat, po thua? Jo, janë kamera të posaçme të cilat janë vetëm në vëzhgim të tribunave për të ndjekur bashkëshorten e Cristiano Ronaldos, bashkëshorten e Messit, apo bashkëshortet të futbollistëve të ndryshëm. Për ta marrë këtë dashuri të publikut. Po, kjo është ajo që natyrisht sot është më evidente, sepse jeta sot është bërë më tepër social se sa jetë reale. Në atë kohë askush nuk e vinte re nëse bashkëshortja apo shoqja apo e fejuara ishte në shkallë dhe po ndiqte shokun e saj, ndërsa sot është më tepër në qendër të vëmendjes. Tani ke qeshur, çka ke veshur, dhe çdo gjë tjetër. Në rast konkret mund të them, sepse për një futbollist është shumë e vështirë të ruaj pak balancat mes fushës, karrierës edhe jetës personale. Po nëse dikush vërtet përkushtohet në një gjë të tillë, besoj mund t'ja dalë banë pavarësisht angazhimit dhe rasti më konkret mendoj që është një nga personat më të afërt që ne punojmë është Lorik Cana, që është një njeri me shumë angazhime mes fushës futbollit, mes angazhimeve që ka bizneseve dhe çdo gjë tjetër, dhe gjithsesi mendoj se është e kam parë të paktën në distancë si një baba shumë përkushtuar, si një familjar të mrekullueshëm që gjithmonë është sa do pak kohë të ketë, merr avionin dhe preferon qëndroj pranë familjes. Pastaj ke edhe raste të tjera si para 2 viteve në finalen e Championship, që është Wesley Sneijder, ish lojtari i Interit, që i shokët e tij shumica kishin ardhur me familjen në finalen e Championship në stadium. Dhe teksa gjithë mendonin ku do shkojnë për darkë me bashkëshorten apo me fëmijët, Wesley kishte mendjen të ftonte gjithë ish shokët e tij skuadrës ku do shkojnë për një festë private. Dhe më thënë t'jemi... Kemi dhe nga këto skandalë, dy ekstreme, por që ndodhin në këtë botë. Të lajme bëri publik nga që është tifoz i Milan. Dakord. Dhe ne do sigurojmë që lajmi të mbërrit e këtë gjithë. Për posë gjithave, Wesley ishte një nga personazhet më të jashtëzakonshëm, më fantastik që unë kam takuar ndonjëherë. Me gjithë modesti. Për te kësaj që zaponete. Hans e Gleda, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. E çuat tek publiku më thjesht dhe më. Jeni gjithmonë mirëpritur. Kjo derë e kësaj studio është gjithmonë e hapur. Informohemi dhe kthehemi vetëm pas pak.